Në kuadër të hetimeve për grupim kriminal që vepronte brenda Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit, Akshi s'pa ka urdhëruar kontrolle në banesën e zyrtarëve të lartë të Policisë së Shtetit, Ervina Gjana. Kontrolli u fokusua te bashkëjetuesi i Gjanës, Renato Hristic, dhe gjatë tij u sekuestruan 8 aparate celulare dhe 2 laptope. Drejtoresha e krimit kibernetik në Policinë e Shtetit pretendoi se disa prej celularëve ishin të saj dhe laptopët të fëmijëve, por gjykata rrëzoi kërkesën e saj për kthimin e pajisjeve, duke dërguar atë në ekspertim në laborator. Hetimet e SPAK-ut kanë zbuluar një grup kriminal që operonte brenda Akshit, ku dyshohet se biznesmenët Ergyst Agazi dhe Ermal Beqiri kanë qenë drejtuesit e tij. Mirlinda Karçanaj, drejtoresha e Akshit, dhe zëvendësia e saj, Hava Delibashi, janë vendosur në arrest shtëpie, ndërsa 3 biznesmenë të tjerë edhe një zyrtar policie janë në masa më të lehta sigurie për fshirë ndalimin për të dalë jashtë vendit ose pezullim nga funksioni. Sipas SPAK, Agazi dhe Beqiri urdhëruan rrëmbimin e biznesmenit Geron Meçe për detyruar të tërhiqej nga ankesa për tenderat pranë Akshit. Hetimet përfshin gjithashtu dyshime se Ervina Gjana mund të ketë ndërhyrë në të dhënat e sistemit Teams, duke e vendosur atë në qendër të hetimeve si një prej personave më të besuar të kryepolicit Ilir Proda. Kontrolli i fundit dhe sekuestrimi i pajisjeve synojnë të zbardhin rolin e saj dhe të sigurojnë prova për çështjen në gjykatë.